Moti ekstrem në Belç dhe Dumre, stuhia fort përmbyt rrugët dhe paralizon lëvizjen në vend. Dhe ndërsa Shqipëria prej ditësh po përballet me një mot me temperatura të larta, rreshje të shiut dhe rebeshet kanë prekur zonën e Belçit dhe të Dumres që prej orës 14 të mesditës. Nga stuhia u paralizua qarkullimi i automjeteve dhe lëvizja këmbësorëve, ndërsa prurjet e mëdha të shiut nuk u përballuan nga kolektorët. Gjithashtu, dëmtime serioze janë shkaktuar edhe në sektorin agro-bujqësor. Ndërhyrja e punonjësve të emergjencës për zhbllokimin e rrugëve ishte akoma edhe më e vështirë për shkak edhe të errave të forta që solli stuhia. Autoritetet lokale janë drejtuar me një apel qytetarëve për të shmangur lëvizjet dhe për të qëndruar në shtëpi deri në përmirësimin e kushteve atmosferike.